Albesiana Leka është në klasën e 5. Ajo është një nxënëse e shkëlqyeshme, mirë po vuan nga një sëmundje e veshkave dhe përqërimi duhet të operohet sa më shpejt. E për këtë nxënësit e shkollës kanë organizuar një turne traditor me qëllim të mbledhin mjete ta ndihmojnë bashkëmoshatarën e tyre. Drejtoresha e shkollës tregoi se qëllimi i kësaj iniciative është që edhe nxënësit e shkollave të tjera të organizojnë aktivitete të ngjashme. Çdo lloj aktiviteti dhe organizimi që është për çështje humane është i mirëseardhur dhe i mirëpritur, sidomos kur organizator dhe iniciator janë vetë fëmijët, normalisht me ndihmën e mësimdhënësve. Ndërsa arsimtari albesianes Sadri Cahani theksoi se ndihet krenar që nxënësit janë të gatshëm për të kontribuar në mënyrë humane. Vetë nxënës në klasë 7-2 kanë iniciu për shoqën e vetë e cila vun nga veshkat dhe ju kanë nështruar disa operacioneve. Kështu që kemi të bu disa mjete dhe kemi organizu këtë turnir që sot duke u zhvilluar. Në garë morën pjesë 16 klasë garuese për 3 ditë me radhë, ku secila klasë pjesëmarrë